Miqtë e Vila 24, vim sërish në studio dhe këtë herë do të flasim si çdo të hënë që ndodh rëndom, t'i dedikojmë një hapësirë kohore të emisionit ton pikërisht problematikave të rrugës. Kemi gjithmonë të ftuar ekspertin e sigurisë rrugore, zotin Fatmir Hasho, përshëndetje zotin Fatmir dhe mirë se erdhe, por sot kemi dhe një të ftuar tjetër shumë special, atë të gjithë e njihni për shkak të lidhjeve telefonike që ne realizojmë në Vila 24 çdo mëngjes dhe na jep kështu informacionet live nga tereni mbi atë se çfarë ndodh me trafikun në Tiranë. Referohem pikërisht zotit Eldi Merolli. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Drejtues i Radio Taksi Klasik. Të gjithë të njohin me zë, por në fakt askush nuk të njeh me imazh, është dhe ky prezantimi ynë i parë në fakt. Është vërtet, njihemi nga zëri, por gjithmonë jemi në kontakt të përditshëm me vështirësitë, me problematikat. Në vërtet ka pas edhe ditë që mund të kemi pas lirshmëri, por në përgjithësi kryeqyteti ka zhurmën dhe është kaotik për sa përket trafikut. Në përgjithësi flasim për një Tiranë që herë bllokohet nga parkimet dyshpa, është një problem më vete. Flasim për shumë segmente që hasin vështirësi ose kemi të pamundur që mund të ndalojmë me mjetin ton taksi, për shkak sepse është e vështirë të ndalosh ose të gjesh një moment që mund të ndahesh me klientin ose me një person dhe është shumë problem sepse direkt ndikon në lëvizjen e mjeteve që ndodhen pas mjetit taksi dhe krijohet që në të vërtet duhet kemi në një hapësirën tonë sepse normalisht jemi shërbim publik, jemi mjete që jemi operojmë për ditë, shërbejmë për ditë të qytetarëve. Për referohesh një ideje të ngjashme siç janë parkimet e stacionit e autobusëve, një vend ku ju mund të qëndroni për pak minuta, të ndroni ndoshta klientët dhe të vijoni lëvizjen. Ta plotësoja pak, ne kishim premtuar para në emisionin e fundit që do të riflasim për parkimet, bazuar mbi ato xhirime që neve i diskutuam. Jo vetëm që janë plotësisht dakord me zotërin, por këta e provojnë kurris ato probleme që neve trajtuam. Pra ti fillojmë dhe njëherë nga e para. Pse neve nuk kemi parkime? Pse është kaq problem? Se kemi gjithmonë parkime dysh? Sepse ne nuk kemi parkime fikse, si çdo qytet evropian, dhe ai më i rëndomti me popullsi 20-30 mijë banor, ka një parkim të qytetit. E para. E dyta, sepse parkimet në qytetin e Tiranës në pjesën më të madhe janë të zëna, e kam thënë, do ta rrithem, nga mjetet që shiten, nga ato meteoritet, në thonjza që kemi thënë, kariket, ato vazot me lule, të cilat i vendosin njerëzit për qef të tyre, dhe neve në ato xhirimet që kishim, bile kishim një herë, 2 herë taksi që kanë ndaluar. Po, janë plane që do t'jenë gjatë kohës. Pra, doja ta plotësoj zotëri që këto janë ato probleme të cilat ne duhet bisedojmë sot, përse kemi këtë situatë. Dhe ju si shoqat taksish keni problematikën tuaj. Nuk mund të vesh dot shpejt në destinacion, harxhon më shumë karburant, e bezdis më shumë klientin. Pse? Sepse rruga bëhet nga 3 korsi të bëhet vetëm në 1 korsi. Ke gjykata e Tiranës, ke gjykata e Apelit, ke rruga te bulevardi Zogu i Parë, te rruga e barikadave, etj. Që jo vetëm kjo, dhe është një problem tjetër që kam hasur që edhe korsia e emergjencës bllokohet nganjëherë nga një mjet ose nga drejtues mjetër i pa ndërgjegjshëm, domethënë që se kuptoj që parkon mjetin në një korsi që kjo shfryzohet për shërbimin publik, pasi që është mjeti taksi që dhe autobuzët e linjave. Do më falësh, ndoshta mund t'ua kujtonim atyre që kanë në varësi këto korsit e emergjencës, sepse gjysma e tyre janë shkatruar. Nuk dihet më ka apo s'ka, dhe nuk dihet më qëllimi i tyre. Pra mund të kaloj kushdo dhe askush nuk të ndalon më. Dhe jo vetëm aq, por është krijuar dhe ideja që në këto pjesët kur janë pjesët që në korsia që ndanë emergjencën nga pjesa tjetër e rrugës, jo vetëm që është shkullur, janë shkullur të gjitha ato pjesë që identifikojnë normalisht korsinë e emergjencës, por parkohen edhe mjete, pra është krijuar si koncept parkimi në këto pjesë, pra në shumë pjesë të Tiranës që hasi vështirësi. Një problem tjetër që konstatova rrugës për të 24 ishte edhe linja të autobusave që janë një problematik vete. Ka problematik linja e Lidemit të Qëndër, kemi rrugën e Porcelanit, një problematik jashtëzakonisht që hasim për ditë. Kemi rrugën o Gjatasim. Eldi, ne ndoshta edhe
pak më larg, le themi, asaj se çfarë ju hasni çdo ditë si taksi në rrugë duke i parë problemet dhe duke i ndjerë në kurrizin tuaj, kemi dedikuar një emision të veçantë fakt të gjitha stacioneve të autobusit. Shiko, ne kemi diskutuar dhe problemi i parë dhe i fundit lidhur me këto autobusat kush është? Kush është sepse nuk kanë vend qëndrimi të përcaktuar me përmasa rigoroze, si që ekzistojnë në një 2-3 pika të unazës, por problemi nuk është se ka, nuk janë të vendosura në brëndësi, si që janë vendosur për shembull kazanët e plerave. Ku janë hapur larg aksit ku duhet të lëvizet. Duhet, shiko, stacioni i autobusit që mund të shfrytëzohet shumë mirë dhe nga taksit për të ndaluar, duhet të jetë e ndarë nga rruga, nuk duhet të jetë më pjesë e karexhatës me korsin, duhet të jetë ndarë që autobusi të ndalojë lirshëm ata që kanë hipur në autobus të zbresin dhe të hypin lirshëm, njëkohësisht kjo mund të përdoret dhe për ndalimin e taksive. Pra që t'i zbresin njerëzit me qetësi, të kryen atë shkëmbimin e... Mund të shtoj edhe një gjë tjetër që jo vetëm që është siguron, po edhe qytetarin që është brenda autobus, sepse të parkohet një autobus ndërkohë që ja kanë zënë vendin, do të thotë që do pengojë një korsi dhe qytetari për t'u zhvendosur nga një pjesë e rrugës në një rrugë tjetër dhe imagjinohet rrezikohet sepse do dihet se dalin shpejt, kalojnë rrugën me problemet e tyre, por që duke qenë autobusi, siç e përmendi zotëria, duke qenë autobusi në vendin e dur, me përmasat e dura dhe larg karexhatës kryesore, atëherë mund të themi që kemi zgjidhur diçka në një pjesë ku më tazim, por rruga Hoxhatasim që ngelet një shqetësim është që kjo linjë nuk ka një parking ose një xhep e quajtur në... Shiko, se ka dhe një problem tjetër, neve i kemi mësuar dhe njerëzit pa keq, sepse këtu, nëse do të kishte mundësi çdo shqiptar, në momentin që të dilë të jepte në autobus ose në taksi, e do vendin të përcaktuar aty ku është. A ka mundësi ta çosh dhe në 4x4 me makinë? Pra ne jemi dhe pak dembela. Nëse neve në atë emisionin që kemi trajtuar para disa kohësh, ne dham dhe një shembull sa stacione ka Unaza e Tiranës. Për mendimin tim janë të tepërta. Këtu bilet desha të bëjmë një paralelizëm me punën tuaj të përditshme. Mu më duket se rruga Myslim Shyri ka një numër pak më të madh vend qëndrimi taksish se sa mendoj unë. Për shembull desha dy pyesja. Sa vend qëndrime janë aty? Meqense ju operoni? Po, aktualisht nga fillimi i rrugës Myslim Shyri, pra pjesë e rrugës Muhamet Gjollesha, hymë pra nga fillimi Myslim Shyri dhe deri te kryqëzimi me rrugën Ibrahim Rugova ose ish gjykata e vjetër, të paktën janë 5 vendqëndrime taksi me përkatësisht... Sa metra ju lutem është ajo distancë parafërsisht? Distanca mund të jetë rreth 500 metra, maksimumi 600 metra dhe për këtë segment, për këtë pjesë janë jesh masë të tepër pra këto... Le temi çdo 100 metra... Ideja është kjo që në çdo 100 metra një vend qëndrimi taksi, unë mendoj, profesionalisht... Deri sa taksi qëndrojnë në një vend qëndrimi? Po të paktën, shiko, ka 3 deri në 5. Mjete që janë të rezervuara. Nuk diskutoj vetëm mungesën e parkimit, por unë mendoj teorikisht, do të ndoshta nga 5 të ishin 3, unë mendoj se do të ishin më se të mjaftueshme. Keni parasysh një gjë. Dhe këta kanë problemet e tyre, sepse vend qëndrimin e tyre u azën her pas here, mjetet të tjera, të cilët unë këtu duhet të them ka një papërgjegjshmëri, sepse kur ti shikon tabelën, taksi, nuk lejohet, është e jashtëligjshme, e vendos dhe çdof, ky drejtuesi taksis që do të vejë në vendin e vet që ka të prenotuar, është i detyruar të rridysh. Dhe bile bëhen edhe të këqij, po e themi në thonjza, sepse normal njoftojnë policinë bjashkjake, njoftojnë policinë rrugore, që vendin e punës sepse ai e ka mjet punën. Dhe është punë. Pra unë dua domethënë të kritikoj atë vendosje, më duket e tepërt, por ama dhe këto vendet e tyre të mos u azëm. Po ja urdhro, ja ku e keni, një mjet taksi për dyshe, ja ku e kemi, aty mbani të lutem, vend qëndrimi taksi, ku është vendosur një mjet me ngjyrë blu që nuk ka lidhje fare me këtë punë. Dhe i pengon aktivitetin, sepse normalisht një taksi quhet aktivitet mund ta quajmë dhe biznes përderisa paguajnë taksa dhe janë detyrimet në shtet për të paguar. E para është një aktivitet ligjor. E dyta zhvillohet brenda të gjitha rregullave dhe unë mendoj se drejtues mjetesh duhet ta respektojnë këtë. Por për sa i përket numrit e tjera nuk është problemi jon për ta zgjedhur dhe nuk duhet merrem me këtë temë. Por ta rifillojmë prapë aty ku e nisëm.
Juve pyetini ata drejtuesit tuaj që keni taksive. Ju lutem thuaj, në gjithë unazën e Tiranës, sa vende parkimi janë të zëna nga mjetet shitet? Sa? Është një fenomen që ke hasur, Ildi? Është vërtet, jo vetëm në çdo pjesë të Tiranës, jo vetëm në Unaz, kënë pranë rrugës Muslim Shyri, që tregtohen makina që zëjnë këto parkinge që normalisht janë parkinge për gjithë, nuk janë vetëm për të tregtuar këto mjete, por unë desha të theksoja një dukuri tjetër. Në rast se këto parkinge që janë aktualisht në gjithë Tiranën, të ku ndodhen në çdo vend Tiranës, t'ishin bërë me pagesë. Jo me një pagesë, jo me një tarif të madhe, flasim për një tarif që normalisht ai nuk mund ta paguaj dot dhe normalisht mund gjej një vend tjetër parkimi se sa aty. Edhe tjetra që desha të theksoja, jo vetëm makina që shiten, por edhe makina që kanë dalë jashtë funksionit në vitin e prodhimeve. Për shembull, kam hasur edhe tek rruga Muslim Shyri, shumë mjete që janë, për shembull, benca të prodhimeve 80-85. Këto mjete nuk mund të qarkullojnë dot sepse ka një tarif në kualitimin e procedurat e mjeteve, ka një tarif shumë madhe. Dhe pse ai nuk ja le verdis që të lëvizi me këtë mjet që ka kaq shumë tarifa, dhe e parkon dhe lën këtë mjet të ri shumë gjatë në atë pjesë. Derisa të vendosë një ditë që të ketë një zgjidhje. Në emisionin paraardhës, pikërisht këto i kemi trajtuar, sepse përfshi dhe mjeteve që thotë zotëria janë dhe mjete të dëmtuara, të cilat nuk lëvizin për asnjë arsye. Unë mendoj, se në qoftë se do kishte pak, si them, vëmendje ndaj këtyre fjalëve që themi ne, të paktën për mjetet që shiten duhet ishte marrë një mas qoftë edhe më e lehta. Kush është kjo mas? Ju lutem, hiqini absolutisht, ato kanë një pronar. Dhe pronarët e tyre janë aty vërdall sepse mund t'i gjesh kollajën përmjet numrit telefonit. I nderuar zotëri, ju keni zënë një vend parkimi për të cilin ju nuk paguani asnjë tarif. Dhe në qoftë se këto do lirohen, dhe unë e mbështes plotësisht idenë e zotërisë, e thash dhe radhën e parë, duhet të vendoset parkimi me pagesë në çdo pikë të Tiranës. Por në varësi të vendit ku është ky parkim, le të ketë edhe norma pagese fleksibël. Për shembull, për një qëndrim në zonën e Oxhakut, le të jetë 30 lekë për një orë, dhe në qendër ashtu siç është 100 lekë për një orë. Unë e shikoj shumë. Shiko, ka filluar dhe një biznes shumë i mirë i disa parkingeve privat. Pse të mos i marri këto lekë bashkia, të cilat nesër t'i vërin shfrytëzim për rregullimin e rrugëve, pra është një. Jo vetëm mund të reduktoj dhe jashtë mase lëvizjen e mjeteve të panumërta, sepse qarkullojnë jashtëzakonisht numri i madh i mjeteve. Çfarë do të thotë? Ndërkohë që parkingu është me pagesë, ndërkohë që orët e gjata normalisht do zgjatet tarifa e pagesës, leverdia është më mirë të udhtoj me një mjet taksi që të shkojnë në destinacion, sepse gjesh me gjithë shpenzimet e karburanteve, me gjitha ke një tarif më të mirë që udhtosh më mirë me taksi, si gjithë Europa dhe si Amerika. Ti ke në Amerikë që udhtojnë pronar, fabrika të mëdha, udhtojnë me taksi. Janë njerëz publik që udhtojnë me taksi. Domethënë, të gjithë njerëz nuk po i klasifikojmë te këto. Duhet të ndërpres pak për arsye sepse edhe normat tuaja nuk duhet të diskutoj sepse kanë dalë në bazë të disa tarifave, ka një problem. Këta njerëz që përmendët ju në Amerikë dhe në Europë, natyrisht kanë të ardhur shumë të mëdha. Por këtu, neve shqiptarët, mjetet i kemi marrë një radhë, pari kemi marrë njërë për qef. Se na kish marrë malli për 50 vjetë, se s'kemi pas mjetë. Por nuk kuptojnë një gjë. Për të kryer shërbimet brenda Tiranës, dhe kur them shumë brenda Unazës, nuk do të ishte keq sepse të bën mirë dhe një lëvizje me këmbë. Përjashtojmë kohën e keqe, normal, që do shtohet lëvizja e mjeteve. Po në një kohë të mirë, një lëvizje për shembull nga stadiumi Dinamo deri në qendër, unë nuk do ta shikoja për një njerëz që ka kohën, po themi, relativisht të lirë. Dhe nuk ka pse të shkosh me makinë në çdo vend. Në fakt bie më shkurt në kohë të ikësh në këmbë se sa. Jo, paktën për kohën. Shiko, ne si kom dallohemi për shprehjet e urta popullore që i kemi shumë pikante. Dhe gjithmonë e kemi thënë, rruga më e shkurtër të nxjerr më gjatë. Këtë kemi thënë gjithmonë. Dhe unë e them, në qoftë se ti ke për të kryer një shërbim në këtë zonë, nuk ke pse e merr makinën fare. Ose e meta e madhe e drejtuesve të mjeteve në Shqipëri, e di kush është? Asnjëherë nuk e mendojnë itinerarin që do kryejnë me makinë. Këtë e kam në dy aspekte, siç e kemi diskutuar dhe bashkë. Një, e para, nëse do të kthehemi në një degëzim, ne ecim në korsinë e krahut të djathtë kur duhet të kthehemi Majtas. Pra nuk e mendojmë.
E para, dhe dyta, nëse kemi për të bërë një punë, po themi, je ke stadiumi Dinamo, dhe ke një punë në gjykat, nuk e kuptoj përse të duhet makina. Unë po bëj një pyetje direkte, përse të duhet makina? Ku shumë kollaj, ose, në qoftë se ti e ke me shumë urgjencë, aty ka mjete taksi, të cilat të çojnë te vendi dhe ai ikën dhe ti e i qet, nuk rri me mendje mbrapa se ta marrin me karotrec. As për të kërkuar parkim. Shiko, stresi në makinë, e kemë thënë tash flas si ekspert i aksidenteve dhe i sigurisë rrugore. Stresi në makinë është një nga arsyet të cilat ndodhin dhe aksidentet, e kemi thënë. Në vendin tonë, mungesa e parkimit, lëvizja e çrregullt, një hall i madh që mund të kesh, të bëjnë të humbasësh përqendrimin aq i domosdoshëm për drejtimin e mjetit. Zotëria ka qenë vetë drejtues taksie dhe di se ç'do të thotë. Eldi, është vërtet. Si menaxhohet ky moment, sidomos nga ju të cilët jeni në shërbim dhe drejtoni automjetet tuaja konform një biznesi, konform një shërbimi publik. Stresi është i madh, arsyet që ju stresojnë janë të shumta, qoftë trafiku, qoftë gjitha këto që po përmendim si pjesë e parkimit, që është i domosdoshëm në momentin që lëviz me automjete, për më tepër anonimati i çdo individi që hyn në makinën tuaj ka dhe ajo tensionin e vet. Është vërtet, gjithë dita fatikisht që ushtrohet aktiviteti është e ngarkuar. Flasim për edhe nivelin e kohës ose momentit ku jemi që situata nuk është gjithmonë ti do dalësh të ushtrosh aktivitet dhe do kesh gjithmonë pozitivitet në atë punë, herës ka dhe punë, do me dhënë ti stresohesh në mënyrat nga më të ndryshme. Por dukuria është edhe, si që përmëndi zotëria, është dukuria këto devijimet, majtas, djathas, diskutimit. Një problem tjetër kryesor është komunikimi celularit në drejtimin e mjetit. Është problem. Sinqerisht është shumë problem, sepse ti do ke një urgjencë, ke një shpejtësi, duhet manovrosh, duhet të ashtu, ai shikon një drejtues mjeti pa përgjithshëm, flet në telefon, dalon mes kryqëzimit, ndërkohë semafori të uzon për të vazhduar, hapet semafori jeshil, ndërkohë që ai flet akoma në celular, dhe kjo është një problem në vete, shumë problem është dhe konstatojmë gjithë ditën. Shiko, jo vetëm që është i palishëm, po unë u kam përmendur disa herë, ka një reklam të madhe në Perëndim që një njeri me celular dhe pyetja, kush i jep makinës? Pra natyrisht, jo vetëm që është një shkelje shumë e rëndë e normave të kodit rrugor, por është një humbje e të iskajshme e vëmendjes e cila është burim rreziku. Por unë do të desha të shtoja diçka që dhe këta që punojnë me taksit e kanë zgjidhur shumë mirë me ato radiot në cilat komunikojnë. Por unë desha të shtoja diçka, me qenë se kemi zotrin, një problem shumë i madh për këta, e ti kush është? Është problemi i ekzistencës së taksive pirate, të cilat drejtuesit e këtyre mjeteve nuk kanë asnjë lloj kualifikimi, nuk e din fare se si janë mjetet e tyre dhe shërbejnë njerëzve, por pavarësisht luftës së tyre të vazhdueshme, me ato shoqatat e tyre e tjera, unë mendoj se është një problem shumë i madh për arsye, dhe unë flas tash në drejtim të aksidenteve rrugore, tash të marrësh njerëz. Ty shërbesh dhe të jesh i pa kualifikuar dhe të bësh aksident dhe mos harroni një gjë se këto janë të pa, nuk shkruhen atë pjesën që e bëri aksidentin mjeti taksi në shërbim publikut, sepse taksixhiu vet i shmang disa situate, njerëzit që kanë mësuar dëmtimet nuk e thonë, kemi atë frikën neve që e kemi ne si shqiptar dhe është një problem vete. Por zotëria mund ta thotë edhe më mirë këtë sepse përpara se ta thotë, cili është kualifikimi për një taksist profesional? Patjetër, që të drejtosh një mjet taksi, të paktën duhet të kesh patentën e dur, patentën klasit E, ose siç e njohim patentën klasit 2, që është të paktën ke një përvojë mbi 9 vjet, sepse ndryshon nga patenta e klasit të parë, nga klasi 4 deri në klasin e 3, të gjitha zbritjet e klaseve ndryshojnë dhe do një harë kohor. Të paktën nga patenti klasit 3, të spostohemi për të kualifikuar më mirë patenti klasit 2 që drejtojnë dhe operojnë të gjithë taksit në Tiranë, flasim për taksit e licencuara. Flasim për patentën e klasit 2. Të bëj një pyetje direkt. Në qoftë se ju bëni një llogari sipas kodit rrugor për marrjen e patentave, çfarë moshe i bie që një drejtues taksie të ketë mosha minimale? Në bazë të normave të kodit rrugor për marrjen e patentave, sepse patenta merret në moshën merret në moshën 18 vjeç.
Nëse ju bëni një llogari të shkurtër, sa duhet jetë mosha minimale e një drejtuesi taksie? Paktën 35 vjet deri në 60 vjet. Sepse 18 vjeç ke marr patentën e gradës B, që ke të drejtë të ngasësh vetëm mjete vetura 4+1 dhe edhe furgonat ka një plus 8+1. Patenta e grupit C, kamiona e tjera, pastaj patenta e grupit D. Dhe gjitha këto kanë mosha dhe kanë një detyrim ligjor për të marrë. Pra duhet kesh të paktën 4 vjet, 3 ose 4 vjet për patentën e grupit B, që të vesh të marrësh patentën e grupit C, duhet punosh me atë dhe kjo të jetë e vërtetuar që ke punuar ose jo. Po marr shembullin tim. Unë e kam patentën e grupit C që në vitin 1995. Sot jemi vitin 2013, unë nuk kam punuar asnjë ditë, pra mua nuk më takon sepse duhet të arrim marr. Më kuptoni? Duhet dhe një herë të testosh. Domethënë ideja është për të vajtur ke mjetet e transportit publik duhet një kërkesë maksimale për drejtuesit. Më fal për ndërhyrjen. Po është vërtet. Edhe një pjesë tjetër që është e drejtuesit taksi është dëshmia e taksisit ose siç njihet dëshmia profesionale. Çfarë është dëshmia profesionale? Dëshmia profesionale ose siç njihet dëshmia e taksisit është një kualitet që ti do informohesh, do kualifikohesh edhe në provim, është një provim që jepet në një datë të caktuar dhe përmban shumë dukuri të shërbimit publik taksi. Pra duhet t'jesh i kualifikuar që të drejtosh një mjet taksi. Siç e përmendi zotëria për punën e taksive pa licencë ose siç njihen piratë. Ka në çdo cep të Tiranës, kemi në çdo kryqëzim, kemi në çdo pjesë dhe jo vetëm kaq. Një problematik tjetër është që ushtrohet profesioni taksi nga këto mjete të palicencuara me targa të huaja, që është, unë nuk e kuptoj që njerëzit dhe qytetarët të hypin në këto mjete sepse nuk kanë profesionalizmin e dur, nuk e kanë kualitetin e qenurit në drejtimit të kësaj fushë, siç është shërbimi taksi. Ti nuk mund t'japësh dot shërbimit të punosh me njerëz që ke përgjegjësia është madhe. Ti je i stresuar gjatë ditës, ndërkohë që hypën një person tjetër me hallet ose me shqetësimet e tija. Pra, ti duhet përballosh shumë situata dhe ti duhet të jesh jashtëmarrëse i kualifikuar, siç është drejtuesi e Radio Taksi Klasik. Duhet ndaloj te Radio Taksi Klasik vetëm një sekond, sepse të themi për gjithë drejtuesit e Radio Taksi Klasik të taksive të tyre, kanë profesionalizëm, kanë vite që janë drejtues të mjeteve të tonazhet të mëdha, janë sprovuar me linjat e autobusave dhe normalisht destinacioni i fundit tyre profesional është taksia. Të paktën në kompaninë tonë janë 30 drejtues mjetesh, të paktën relativisht mosha e tyre është 45 deri 55 vjeç. Pra, është një kohë që gjatë kësaj periudhe operojnë dhe janë gjithmonë në këtë shërbim perfekt, si që ime Radio Taksi Klasik, që janë njerëz që janë të provuar në fushën e transportit publik dhe këto njerëz majnë përgjegjësi totale për këtë shërbim, pra të çojnë njerëzit në urgjenca, mund të kemi njerëz të toksikuar, mund të kemi njerëz me shumë probleme dhe këto janë ato pra që këto shërbime ndihma e parë e gjen tek këto drejtues mjete që janë profesionist. Unë do t'i kualifikoja profesionist për punën dhe për kualitetin që kam. Eldi, sigurisht, zote Fatmir, ka dhe të tjera probleme që vinë në mënyrë direkte me taksin dhe në mos gabojmë duhet që të edukojmë disi dhe ata që në ndjekin pikërisht për faktin se ka një ndryshim të madh midis taksis e licencuar me një shofer profesional dhe një taksi e pirate. Nuk është... Këtu desha të ndërhyja, të thoshja dhe ne njerëzit që shkojmë hypim në këto lloj taksish, klientët, ideja është, duhet të keni parasysh një gjë, përveç njohjes, sepse mund të kenë njohje personale për arsye të ndryshme, dhe e marrin këtë guxim, sepse e njohin, por nuk e konceptoj dot se si mund të hipësh në një mjet, ku ti nuk e njeh drejtuesin e mjetit, dhe nuk ka një target të përfaqësuar që sepse mjeti taksi i licencuar me targën taksi është i garantuar të paktën për çdo gjë që do të ndodhi, ti di se ku do drejtohesh. Ky është një problem shumë i madh, por e gjitha kjo vjen në edukimin ton të pakët, si shqiptar lidhur me këto mjete. Shikoj, kemi përmendur, 22-23 vjet janë shumë pak për të arritur një nivel të paktën mesatar të kulturës qytetare.
Edhe në këtë punë, është si puna asaj, të shkosh të hypësh për shembull në një furgon, pasagjerësh, pa e ditur se kush e drejton. Pavarësisht se ti mund të shikosh atje një moshë 18, 20 dhe 25 vjeç, unë nuk e di ku e gjejnë guximin. Dhe po të vësh re, shumë mosha të vjetra e kanë pas gjithmonë këtë, kur shkojnë ke makinat e transportit publik, e di ç'bëjnë? Shikojnë kush është shoferi. Kur e shikojnë djalë të ri, ai mund të jetë drejtues mjeti shumë i mirë, nuk kanë besim. E qartë. Nuk ka garanci, nuk ka garanci. Por, ju ndodhe kundërta, sepse i shikojnë si mosha jonë parafërsisht, dhe ai mund të ketë një vit që të ketë marrë patentën. Dhe nga halli janë të dyja kontrollet. Janë të dyja. Është e vërtetë, dhe mjetin taksi të licencuar taksapagues ti e gjen shumë kollaj, ose ky person që këtu ushtron këtë aktivitet, ka të dhëna të sakta mbi këtë person dhe e gjen kollaj jashtë maze. Kurse një person të palicencuar, ai nuk punon me këtë biles në kompaninë tonë, janë haruar laptop, janë haruar celular, që normalisht në mjetet taksi të palicencuar ju garantoj, nuk e gjen më, sepse ata individ nuk e shef më. Mund të shofësh, mund të punoj sot taksi dhe nesër mund të përfundoj në punët e ti. Fakte kam dhe eksperiencë personali që kam arruar telefonat edhe më kanë ardhur. Jo, Radio Taksi Klasik përgjigjet. Më kanë ardhur në destinacion, jo kam shkuar ti marrë. Radio Taksi Klasik përgjigjet për gjithë të shërbimin, përveç kualitetit që kanë, garanton maksimalisht. Nuk dua ta mbyll pa prekur dhe një moment gjithashtu delikat që bën ndoshta një ndër argumentat pse shumë klientë zgjedhin pa dashur të paragjykoj as pak taksit private, çmimi dhe taksimi, kronometrimi i kohës. Faktikisht... Ka një paragjykim se këto taksit... Ka një paragjykim, po faktikisht po t'i operojmë, po t'i krahasojmë të dy lëvizjet e një mjetit taksapagues dhe një jo pa taksapagues, ju garantoj që kanë të njëjtin çmim. Mund të them që te këto të palicencuara çmimi mund të jetë më i lartë, sepse normalisht të hypën për që pret për këtë shërbim, por normalisht tarifa shkon, nuk është se do të thotë që ti punon pa licencë dhe të punosh me çmime më të ultura. Prap kjo është e palishme, kjo është shkelje. Por... Eldi, sa tarifohet le themi një taksi normale për një shërbim nga Myslimshëri deri në Shkozë? Tek ura Shkozës. Taksapaguese paguajnë 500 lekë. 500 lekë, sepse unë kam raste domethënë që është paguar me taksit private 1000 lekë treja. Po, ndërkohë që një taksi e licencuar që fundi a fundit pagon detyrimet dhe taksat në shtet, dhe merr më pak, domethënë është mendimi im. Ka një problem. Juve nuk i keni të afishuara çmimet tuaja, për cilat dhe unë si qytetar të jemi ndërgjegjshëm kur t'i hipi, me në një përjashtim të rrallë, pa përmendur emra, në këto... Vetëm Radio Taksi Klasik që po të ndërpresë... Jo, ato që janë vendosur në makinë. Po, janë tarifa të bashkisë. Ka një problem, unë jam qytetar. Nuk do vi tani të dere taksis, të vëllë e syze, sepse nuk shikoj direkt, të vëllë e syze, të lexoj çmimin dhe pasaj të pyet sepse është pa kuptim. Unë mendoj që këto keni besoj aq buxhet, sa për t'i vendosur në një gazet, X ose Y, nuk ka rëndësi fare. Ose si transmetojnë dhe ideja është kjo, ju nuk do të vendosë çdo destinacion. Ju do të merrni një kilometrazh të parafort, duke thënë, për shembull, unë e di që në Europë, ku kam shkuar shpesh, që në momentin që futesh në taksi, ti sa futesh taksi, ka një tarif fikse. Ti mund të mos lëvizësh fare nga vendi, sepse të ndrua mendja, atë tarif do ta paguash. Si që janë tarifat fikse të shërbimeve të natës, të shërbimeve... Unë i besoj taksive. Janë mjet taksive, jo taksixive të gjithëve, drejtuesve, po e ndajnë që këtë, kam preferencat e mia personale. Taksive unë ju besoj, sepse i kam përdorur, jashtë kryesisht. Dhe taksia të çon e sigurt, e di shumë më mirë vendi ku do vej, i lëm abuzimet më janë, dhe mbi të gjitha ka një korrektesë dhe një shërbim model. Sepse në fundit është një punë, është një profesion. Nëse ju do të publikoni çmimet tuaja, një. E dyta, nuk do të abuzoni me çmimet. Unë e di që keni edhe vështirësi tjera, sepse trafiku në Tiranë nuk është një lloj si trafiku në Evropë. Ju ndaloni për arsye të ndryshme, sepse unë kam qejf që të zë rrugën, se do i them sa të flas çik me një shok, haroj që ti je taksi, je në shërbim, ai njeriu që ke brenda mund të ketë nevojë. Këto janë probleme shqiptare, por e fillova ta mbaroj me publikimin e çmimeve, nuk do të dhe mos harojmë në një gjë dhe për jashtë Tiranës. Po, është vërtet. Mund të them tek Radio Taksi Klasik
që jemi ne aktualisht, është kompania të paktën mbi 14 vjet në fushën e transportit publik, është një kompani me afishime dhe në broshurat që shpërndajmë në çdo cep të Tiranës, janë të deklaruara çmimet që variojnë. Kemi zgjedhur. Patjetër, çmimet variojnë 300, 400 dhe 500 lekë. Pse kemi ndarë 300, 400 dhe 500 lekë? Ka distanca të shkurtra, për shembull flasim për një segment nga Mbyslimshyri deri në Qendër ose pranë Nëntkaçeve. Pra ky shërbim kushton 300 lekë. Flasim për shërbimin 400 lekë. Shërbimi 400 lekë sinjalizon deri pjesën e Unazës. Flasim për Unazën në të gjitha pozicionet e saj. Rruga Bardhyl gjithmonë duke u nisur nga qendra ose më poshtë qendrës, të gjitha pjesët në Unazë, pra Unazën brenda rruga Bardhyl dhe pjesa tek Muhamet Gjollesha, pra e gjithë vijimi i Unazës. A kemi një tarifë ju 400 lekë. Jashtë qytet se për kilometër? Domethënë taksimetri ne kemi operuar me çmime fikse sepse taksimetri është jashtëzakonisht i shtrenjtë për zonat periferike. Për jashtë qytet se them, Tiranë, Durrës, për kilometër. Ne kemi, jo nuk mund ta përcaktojmë dot ashtu, ne kemi Radio Taxi Classic, është kompania që transporton me çmimin më të arsyeshëm dhe më konkurrent në treg. Flasim për Tiranë Aeroport për vetëm 1700 lekë. Tani, qëndrojmë këtu, do t'ju ftoj sërish në studio të dyve dhe ndoshta i dedikojmë dhe një tjetër temë, pikërisht taksive, tarifimit, parkimeve të taksive, po duke qenë se zgjodhëm që sot të ishim bashkë në Vila 24 për të sqaruar pikërisht problematikat që vinë si për ju dhe për ne si drejtues mjeti. Besoj që thamë të pak të gjërat kryesore, Eldi unë të falenderoj që ishe sot me mua në Vila 24, ju vetëm me zë, por gjithashtu i ftuar në... Faleminderit dhe juve, faleminderit që më jepet mundësia nëpërmjet News se ka të bëhemi pjesë e vuajtjeve ose hallëve që janë për qytetarët, pra flasim për trafikun. Jam në maksimumin tim aty sepse dua që të bëhem pjesë e çdo drejtuesi mjeti për devijuar ose për ta lehtësuar për të qenë një ndihmë. Dua të falenderoj edhe Policin Rrugore për aktivitetet tyre që punojnë maksimalisht, janë në çdo kryqëzim, janë në çdo pjesë të Tiranës, edhe Policia Bashkiake ka pjesën e tij, siç e tha zotëria, vinë në përvendqendrimet që bllokohen nga mjetet tjera, i ndeshkojnë, i marrin me karrotresa, gjobat janë mbi 3000 lekë të reja, kështu që Radio Taxi Classic do jetë gjithmonë aty për të informuar për trafikun dhe për çdo gjë që Falenderoj. Falenderoj. Fatmir, faleminderit që ishte sot me mua. Ne do të vijojmë të jemi në Vila 24 sigurisht për tjera biseda në lidhje me problematikat që lidhen me trafikun, por gjithashtu dhe sigurinë rrugore. Ne do të ndahemi këtu miqtë e mi, ndërkohë ju mos u largoni, do të vijojmë me programacionin në News 24.